në Jakova Tech Hub, i cili do të jetë një investim jon jashtëzakonisht rëndësishëm. Sa i përket investimeve kapitale, varet prej ato të cilat tashmë janë të kontraktuara, ato nuk mund të zhbëhen dhe jo domosdoshmërisht duhet të zhbëhen, të shkohet me gjykim a priori se janë të këqija. Po ato të cilat kanë probleme qoftë në kuptimin procedural, qoftë në kuptimin e përputhjes me kushtet ndërtimore, ta zëm ndërtesat kolektive ose rrugët e tjera, ato duhet të rishikohen dhe të shkojmë tutje. Normalisht ne investimet kapitale përpos rrugëve, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me përmbylljen e unazës së jashtme, që kap diku rreth 11.3 kilometra në tërësi. Synom që ta përfundojmë brenda mandatit, mendoj që është një projekt i trashëguar ka herët dhe mirë që të përfundohet dhe të funksionalizohet më mirë qarkullimi urban për brenda qytetit. Vetëm një përmirësim se mendoj që është fort më rëndësi se ka qarkullu vazhdimisht në debatet e mëhershme, ku zoti Gjini thoshte që investimet kapitale i ka zgjedhur në 3.5 milion euro, gjë që është informat e pasakt, sepse investimet kapitale i ka zgjedhur me 2017 5.5 milion euro, 2018 6.6 milion euro, dhe me thonë buxhet të cilën tashme kishte trashëguar nga zonja Kosor e Lila, madje edhe me 8 milion të alokuara. Pra, pretendimi i tij në debatat e mëhershme që ka shumë fishu 5-6 fish nuk qëndron dhe mendoj që kjo është vetëm për shkak të korrektësisë në raport me qytetarët. Sa i përket investimeve tona, sigurisht që do të kemi investime edhe në Jakova Tech Hub, i cili do të jetë një investim jon jashtëzakonisht rëndësishëm. Ai do të jetë një renovim faktikisht në ndërtesat aktuale ku funksionon qeveria aktuale, por që i dedikohet kryesisht zhvillimit të aktivitetit të kompanive të IT-s me rating ndërkombëtar, të cilët ne shpresojmë që do të joshim që zhvendosin edhe deg respektivisht branche në Gjakov, më pastaj përmes stipendimit të studentëve të kualifikohen në këto fusha, tu amundsojmë kontraktime dinjetoze me këto kompani sipas modelit të Young Sales Scheme.